Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat e selamet mbi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët deri në ditën e gjykimit të pasojnë Allahu xhalla xhelaluhu na bëf prej tyre. Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojmë me jetë përshkrimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim se të flasësh për figurën e pejgamberit alaihi salam do të thotë që nuk është sikur të flasësh për çdo një njeri të thjesht. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu e ka zgjedh në mesin e njerëzimit, posaçërisht edhe në mesin e pejgamberëve. Është figura më e ndritur deri në ditën e gjykimit. Andaj na do të mundohemi të përmendim jetë përshkrimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, disa prej ngjarjeve më të rëndësishme në jetën e tij, edhe pse ndoshta s'kenia mundësi të ndalemi në çdo detaj të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po na do të përmendim edhe jemi duke përmend vetëm disa prej ngjarjeve më të rëndësishme dhe ndodhive të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi folë për hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe disa prej mësimeve dhe dobive që nxjerrmi rreth migrimit, hijretit të pejgamberit alaihi salam prej Mekkës në Medinë. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhtoi për në Medinë, në Mekë nuk mbeti vetëm se disa prej muslimanëve të cilët ishin të dobët apo ishin të shtyrë në moshë, po kishte edhe prej atyre të cilët e fshehnin islamin e tyre nga frika prej mushrikëve. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu mund themi se hijreti është një pikë nisje apo një ndryshim i historisë islame, sepse muslimanët para hijretit ishin të dobët dhe ishin si grup të cilët u munduan ta përhapnin thirrjen e tyre, mirë po nuk ishin fortë që ta mbronin davetin e tyre. Nuk ishte kush t'i mbronte ata dhe nuk ishin ndonjë organizim që t'ju kundërvyheshin armiqve të tyre. Andaj hijreti prej Mekës në Medinë dhe themelimi i shtetit islam është një pikë ndryshimi i madh në historinë islame. Andaj edhe jo rastisht Allahu xhelle xhelaluhu e bëri obligim hijretin për muslimanët e asaj kohe që ta lanë vendin e kufrit dhe shirkut dhe t'i bashkangjiten muslimanëve në Medinë, që ishte vend i sigurt për muslimanët. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu jo rastisht në shumë ajete të Kur'anit i lavdëron dhe i përmend vlerat e atyre të cilët kanë bërë hijret. Andaj Allahu në shumë ajete i ka lavdëruar muhaxhirët. Dhe në të njëjtën kohë krahas tyre Allahu xhelle xhelaluhu i ka kërcënuar dhe i ka qurtuar ata të cilët nuk bën hijret dhe kishin mundësi me bën hijret. Për ata Allahu xhelle xhelaluhu kur i lavdron muhaxhirët, thot subhanahu wa taala: "Walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu." Dhe ata të cilët bën hijret pasi që atyre u bë zullum, "Lanubawwi'annahum fid dunya hasana." Allahu xhelle xhelaluhu po thot, ne do t'ju bëjmë jetën e kësaj dunjas, do t'ju japim të mira. Wala ajrul akhirati akbar, dhe shpërblimi në ahiret për ta është më i madh, lau kanu ya'lamun, sikur ta dinin ata. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala kur të flet për muhaxhirët të parët prej tyre, thot wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Dhe të parët prej tyre të cilët bën hijret prej muhaxhirëve dhe ansarëve, walladhina tabauhum, domethënë të parët që hynë në islam dhe bën hijret, e prej tyre që bën hijret edhe ata të cilët e ndihmuan hijretin të cilët ishte nisarët, dhe ata të cilët i pasuan me mirësi. E këtu mund të hyjmë edhe ne si umet deri në ditën e gjykimit, të cilët i pasojmë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë të cilën ata e kanë pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah po thot, Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Me një fjalë, Allahu është razi dhe ishte razi me ata të cilët e lanë pasurinë e tyre, i lanë familjet e tyre, i lanë shtëpitë e tyre dhe bën hijret për hatër të Allahut.
Andaj dietarët kanë thonë me ata të cilën Allahu është razi dhe vdes ai person duke qenë razi Allahu me to, nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit. Andaj kjo është edhe fjala dietarëve të cilët kur kanë folur për sahabët, që ajetet që kanë zbritur se Allah është i kënaqur me ta, për ata kanë ardhur me një konkluzion se sahabët janë prej banorëve të xhenetit. Dhe s'ka dyshim në ta. Andaj Allahu po thot Allah është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun, wa'ada lahum jannatin tajri tahtiha al-anharu khalidin fiha abada. Allahu thot ka përgatitur dhe ju ka premtuar për ta xhenetën në të cilat rrjedhin lumej dhe në to qëndrojnë përgjithmonë, dhalikal fawzul azim, dhe më të vërtet kjo është fitura më e madhe. Këto janë disa prej ajeteve të cilat Allahu i përmend dhe i lavdron muhaxhirët. Kurse në të kundërtën, ata të cilët e ruajtën, e fshehen islamin dhe pengesa e vetme e tyre ishte pasuria dhe familjet e tyre dhe nuk donin të konfrontohen me mushrikët edhe nuk bën hijret, e sa që prej tyre u detyruan pastaj kur të flasmi për luftën e Bedrit, u detyruan nën kërcënimin e mushrikëve të marrin pjesë dhe të radhiten në safat e mushrikëve. U radhitën në safat e mushrikëve kundra muslimanëve. Edhe pse ata kishin islam dhe e mbanin fshehrazi islamin e tyre, Allahu subhanahu wa taala zbriti ajete kërcënuese për ta dhe tha innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ata të cilët kur melaqet ju merrnin shpirtat e tyre duke qenë që i kanë bën zullum vetes së tyre, qalu fima kuntum, i pyesin ku ishit ju, qalu kunna mustadafina fil ard. Ata thonë na ishim të dobët në tokë. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, a nuk ishte toka gjëre gjatë që ju të bënit hijret? Allah po thot fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, më të vërtet vendi i tyre është xhehenami, sa vendi i keq është ai. Ky ajet dietarët e tefsirit thonë se ka zbrit pasi që disa prej tyre u radhitën në radhat e mushrikëve kundër muslimanëve për shkak se e fshehen islamin e tyre dhe ishin të imponuar ta ngredhin shpatën kundra muslimanëve në luftën e Bedrit. Allah na rujt. Mirë po Allah i përjashtoi disa prej muslimanëve të cilët ishin të shtyrën e mosh, e sidomos ato që ishin gra dhe fëmijë. Andaj Allahu thot illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan, përveç ata të cilët ishin të dobët prej burrave dhe grave dhe fëmijëve. La yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, ata nuk mundshin me bën ndonjë zgjidhje as ndonjë hile që të bënin hijret, po as nuk kishin mundësi të gjejnë rrugë për të bërë hijret. Andaj Allahu i arsyetoi këta, të cilët nuk kishin mundësi, nuk kishin pasuri, nuk kishin mbrojtje që ta merrin rrugën e hijretit. E disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e prej tyre transmeton Ebu Ja'la në musnedin e tij dhe Imam Ahmedi gjithashtu, dhe këtë hadith dietarët senedin e tij e kanë bërë të vërtet, se transmeton Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhu se një sahabi i quajtur me emrin Damratu bin Jundub, ishte prej sahabive i shtyrë në mosh, kur ndëgjoi për ajetet dhe kur ndëgjoi për obligishmërinë e hijretit, edhe pse ishte i shtyrë në mosh, ishte i semur, ai e mori rrugën e hijretit. Ju tha familjarëve të tij me bardhni mua se nuk du të jetoj në vendin ku i bëhet shirk Allahut dhe dua t'i bashkangjitëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Mirë po deshi Allahun caktimi i Zotit gjatë rrugës për në hijret, ai vdes. Dhe kur ndëqojnë sahabët në Medinë, thonë sikur të kishte bërë hijret, sikur të kishte mrrin në Medinë edhe ta merr të shpërblimin e hijretit. Mirë po Allahu xhelle xhelaluhu zbriti ajete ku tha wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, ai i cili del nga shtëpia e tij duke bërë hijret për hatër të Allahut dhe të dërguarit, thumma yudrikhu al-maut, e pastaj e nxen atë vdekja, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, thot me të vërtet ai e ka shpërblimin te Allahu sikur se ata të cilët kanë bërë hijret. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dhe Allahu xhelle xhelaluhu me të vërtetë është falës dhe mëshirues. Do të thonë kishte edhe prej atyre të cilët edhe në atë moshë të shtyr, vetëm që t'i bashkangjiten pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bën hijret, mirë po nuk ju humbi shpërblimi i hijretit e tyre dhe pse sa rritën ndoshta në Medinë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
pasi mbriti në Medine apo në Yathrib, muna me thonë ma mirë, para se pejgamberi alayhi salam Medine e quaj Yathrib, emri saj quaj Yathrib, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj e quajti El Medine, qytet. Dhe pejgamberi alayhi salam u ndal në Kuba. Në Kuba që qëndroi 14 net sipas rivajeteve të dietarëve të sirës, dhe aty vendosi themelit e xhamisë së Kubas, e cila është edhe sot. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për në Medine, e që lajmi që u mbriti banorëve të Medines për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më të vërtetë ishte një lajm shumë i gëzueshëm. Për ata Bara ibn Azib radhiyallahu anhu thot, nuk I kam parë banorët e Medines ndonjëherë më të gëzuar se sa ditën të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Saqë gratë, fëmijët kishin hypur mbi kulmet të shtëpive të tyre, duke e përshëndetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga gëzimi që ka ardhur pejgamberi alaihi salatu wassalam. Kurse Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, siç ka ardhur në transmetime, e ka përmendur Ibn al-Qayyim në Zadul Ma'ad, I cili thotë se nuk ka pas ditë më të mirë dhe më të ndritur se sa ditën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mbritur në Medinë. Thotë e kam qenë dëshmitar e atij gëzimi dhe asaj lumturie. Thotë mirë po dhe nuk ka pasur ditë më të shëmtuar dhe më të errët se sa në ditën kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E prej atyre të cilët kishin dalë me e prit pejgamberin alayhi salam në Medinë, apo kishin dalë me e shiku se kush është ky pejgamber, kishte një numër edhe prej hebrejve të cilët jetonin në Medinë, nga se Medina ishte banuar dhe me hebrej të cilët ishin ardhur prej Shamit. Dhe ata e njihnin pejgamberin alayhi salam në saj të shenjave të cilat Allahu kishte përmendur në librin e tyre, në Teurat. Dhe ata e besonin ardhin e Muhamedit alayhi salam. E besonin ardhin e pejgamberit. Mirë po ata dëshironin dhe synonin që pejgamberi të del prej lozës së tyre. Andaj edhe kur e pan pejgamberin alayhi salam, një numër të tyre e mohuan dhe e përgënjeshtruan. Nëse Allahu subhanahu wa taala thot, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ata e njohin në saj të shenjave sikur se e njohin fëmijët e tyre. Walamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Allahu thotë kur jo erdhi atyre atë të cilën ata e njihnin për asaj që kishin lexuar në librin e tyre, thotë e mohuan ata pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po prej tyre I cili doli ta pres pejgamberin alayhi salam, I cili thotë kur e pash Muhamedin alayhi salam, thash në veten, vallahi kjo nuk është një fytyrë një gënjeshtajri. Nuk është një fytyrë e një njeri I cili pretendon, vetëm pretendon pejgamberllokun, po ky më të vërtet duhet jetë pejgamber. Ai ishte Abdullah ibn Selami, I cili ishte prej ulemave të hebrejve, I cili thot fjalën e parë që e kam dëgjuar prej pejgamberit alayhi salam, kur ka hyrë në Medinë, ka thonë: o ju njerëz, efshu salam, shpërndani selamin. Wasilil warham, dhe lidhni, mbani lidhjet farifisnore. Wa at'imu ta'am, dhe ushqeni të varfrit. Wasallu bil lejli wa nasu niyam, thot dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë, tadkhuluna fil jannati bisalam. Futeni në xhenet, Allah ju fut në xhenet me selam, me selamet. Këtë hadith e nxjerr Imam Tirmidhiu. Pastaj prej fjalëve të para që Abdullah ibn Selami e teston pejgamberin alayhi salam, thot kam me pyet diçka që nuk e din vetëm se pejgamberet. Dhe I thot pejgamberit alayhi salam për me testuar është pejgamber. Thot cila është shenja e parë e kiametit? Shenja e parë ka për qëllim para se me ndodh kiameti, e që I bjen ndoshta prej shenjave të fundit. Thot pyetja e dytë, thot pse ndonjëherë fëmia I ngjan nënës, edhe kur fëmia I ngjan babës. Kjo pyetja e dytë. Dhe e treta, thot cili është ushqimi I parë që e hajnë banorët e xhenetit kur të futen në xhenet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I përgjigjet, thot me erdhi Xhibrili dhe më njoftoi. Kur e ndëgjoi fjalën Xhibril, Abdullah ibn Selami, thot ky Xhibrili është me laqa
apo armiku i hebrejve, ma urrejtë të hebrejt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ja u përgjigj në atë të cilën e kishte pyetur, tha se shenja e parë para se me ndodh kataklizma kiameti, thot është kur del një zjarr në lindje dhe i tu bën njerëzit në perëndim. E dyta thot, ushqimi i parë i banorëve të xhenetit është ajo pjesa e cila është ngjitur me melçin e peshkut. Ky është ushqimi i parë që hajnë banorët e xhenetit. Dhe e treta thot, nëse uji i mashkullit i paraprin ujit të femrës, fëmia i ngjan mashkullit, i ngjan babës. E nëse uji i nanës i paraprin ujit të babës, thot atëherë fëmia ka me ngjan nanës. Atëherë Abdullah ibn Selami thot, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Thot dëshmoj se nuk ka tjetër me të vërtetë të adhuruar përveç Allahut dhe se ti me të vërtetë je pejgamberi i Allahut. Dhe Abdullah ibn Selami thuhet në rivajete se kishte emrin Hasin, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e emërtoi me Abdullah. E pastaj Abdullah ibn Selami i thot pejgamberit alayhi salam, pyeti hebrejt për mua se çka thonë, a mos i njoftoj që unë kam pranuar islamin. E kur i pyeti hebrejt për Abdullah ibn Selamin, thanë se ky është njëri më i miri prej neve, prej fëmijëve më të mirë, prej më të zgjedhur prej neve. Thotë po nëse ky Abdullahi, ky far ibn Selami e pranon islamin, ata thonë Allahu e ruajt që me pranon islamin. Atëherë del Abdullah ibn Selami para tyre dhe thotë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E pastaj ata përgënjeshtruan dhe thanë ky ka qenë më i keqi prej familjes më të keqe. Atëherë Abdullah ibn Selami thot, o Rasulullah, thot, a nuk të thash se jahudët janë njerëz që shpifin shumë? Ata me të vërtet janë njerëz që shpifin dhe e mohojnë të vërtetën. Andaj Abdullah ibn Selami është prej të parëve, prej hebrejve që e ka pranuar islamin, e që Neveviu thot se ka qenë prej lozës se Jusuf dhe ka qenë prej të parëve sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ndershëm që e kanë pranuar ndoshta me pas hijrëtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju çoi një lajm Benu Nejar që ishin dajallarët e babait e tij në Medinë, që ta prisnin pejgamberin alaihi salam, e që dietarët e sirës në disa rivajete kanë sjellë se dikun prej 500 ensarve kanë rretheu pejgamberin alayhis salam dhe kanë miprit në Medinë derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndal të këfisi Benu Nejar. E që disa prej rivajeteve që kanë ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ensarët secili prej tyre kishte dëshirë që ta bënte musafir pejgamberin alayhis salam, që të pushonte në shtëpinë e tij pejgamberi alayhis salam, mirë po Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam i tha lene deven se ajo është e urdhëruar dhe ajo të zbres në atë vendin ku ne do të ndalem. E pastaj ndalet në vendin e këtij fisit apo kësaj familjes Benu Nejar, e që ai vend pastaj do të jenë themel i xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti se kush është më afër prej shtëpisë së këtij vendi. Ebu Ejub el-Ansariu radhiyallahu anhu tha, është shtëpia ime o dërguari i Allahut. E pastaj Ebu Ejub el-Ansariu e nderoi Allahu xhelle xhelaluhu që musafir në shtëpinë e tij të ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ka më nder dhe a ka më vlerë se me pas musafir në shtëpinë tënde Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë merit e ka gëzu vetëm Ebu Ejub el-Ansariu radhiyallahu anhu. Siç edhe thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ka hyrë në shtëpinë e Ebu Ejubit dhe shtëpia e Ebu Ejubit ka qenë 2 kat. E ka nxjerrë Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Ebu Ejub el-Ansariu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndalë në katin e parë, kurse unë me bashortën time thot kemi hyrë në katin nalt. Dhe i tham, oj dërguari i Allahut, është pak e turpshme për neve që ti të ndalesh në katin e parë, kurse na të qëndrojmë në katin lart. Si me shkel këmbët e tona mbi dërrasa kur e shohim, kur e dim se nër ato është i dërguari i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha se unë kam njerëz që vinë me vizitojnë, hynë dhe dalin, atëherë kjo është më lehtë edhe për mua dhe për vizitorët.
edhe me një aspekt në fillim u pajtu Ebu Ejub el Ensariu, mirë por në natën e parë nuk ban ballë që të hypin edhe të vazhdojnë të enën në për shtëpinë e tyre duke shkel ose nër këmbët e tyre të ishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj zgjodhen një pjesë në skaj të dhomës të katit e dytë që të flajnë dhe të pushojnë. E disa rivajete kanë ardhur se një prej enëve që kanë pas me ujë ju ka derdh Ebu Ejub el Ensariut, edhe ka marrë atë plafin me të cilën janë mbulu, duke e terë atë vendin vetëm që mos të bindë ndonjë pikë mbi trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta shqetësonte atë. Dhe prej asaj që vlen të përmendet është që ka pas nder Ebu Ejub el Ensariu, është se sa herë që i kanë sjellë ushqim pejgamberit alayhis salam, prej ushqimit që ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe prej shenjave të gishtave që e kanë lënë prej ushqimit, ka hangër prej saj Ebu Ejub dhe gruaja e tij. Vetëm për të arritur bereqetin, begatin nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E njëherë prej herësh ja dërguan një ushqim në të cilën kishte hudër apo qep. Edhe kur u kthyi ushqimi, Ebu Ejub el Ensariu e pas se pejgamberi sa nuk e kishte prek. E pastaj e pyet oj dërguari i Allahut, a nuk të pëlqej ushqimi apo është haram këto që e kam sjell? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, nuk është haram, mirë pa unë e urrej këtë ushqim, për shkak erës së fortë së hudrës, për shkak thot se mu me vjen ajo që nuk ju vjen juve. Mu me vjen Gjibrili alayhis salam, mu me vjen shpallje dhe unë nuk kam dëshirë që ta takoj Gjibrilin alayhis salam duke me ardhur kjo erë e keqe. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me laçet shqetësohen për asaj çka shqetësohen njerëzit. Andaj Ebu Ejub el Ensariu thot, pastaj thot edhe unë kam urrejt atë ushqim dhe nuk e kam hangër asnjëherë në jetën time. E pastaj Ebu Ejub el Ensariu pas një tentimi të madh duke e lut pejgamberin alayhis salam, zbret në katin e poshtëm që të hi pejgamberi alayhis salam në katin nalt vetëm prej respektit që kishte ndaj Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E s'ka dyshim se kjo është një nder i madh për Ebu Ejub el Ensariun, i cili e kishte musafirin më të ndershëm e që ishte Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prej prioriteteve që pejgamberi alayhis salam i bëri më të mritur në Medinë ishte vurja e themeleve të xhamisë së tij. Vurja e themeleve së xhamisë së pejgamberit alayhis salam. S'ka dyshim se xhamia e pejgamberit alayhis salam, edhe pse ishte e thjesht, ajo do të jetë pastaj një universitet, ajo do të jetë një vend i thirrjes, një vend i delegacioneve të që vinë dhe pranojnë islamin, një vend në cilën pastaj strehoheshin të varfrit prej muhaxhirëve, një vend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nisi ushtri dhe përgatiti ushtri, një vend prej të cilit do të çliroheshin shumë vendet e muslimanëve, e s'ka dyshim se ky është roli i xhamisë. Dhe ishte roli i xhamisë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që do të jetë ndoshta edhe sot e kësaj dite. Nga se xhamia nuk është thjesht vetëm një vend ku bëhet ibadet. Në xhami u bashkuan safat e muslimanëve, në xhami u bashkuan zemrat e muslimanëve, dhe aty filloi të lulëzoj islami, dhe aty filloi ndërtimi i shtetit islam. Andaj kjo ishte prej prioriteteve që pejgamberi alayhis salam gjën e parë që bëri në Medinë ishte vurja e themeleve të xhamisë. E që thash që pejgamberi alayhis salam e vuri themelet e xhamisë në një tokë të Benu Nejar, që pejgamberi alayhis salam e bleu atë tokë, megjithse ata tentuan t'ia falin pejgamberit alayhis salam, nga sa ajo tokë ishte e disa prej jetimave që i kishte apo i rriste njëri prej ensarve, e që ata në fillimisht tentuan që t'ia falin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë tokë, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke e ditur hallin e tyre, nuk pranoi vetëm se ta blente këtë tokë dhe ta fillonte ndërtimin e xhamisë. E që pejgamberi alayhis salam vet si dërguar i Zotit mori pjesë bashkë me sahabët në ndërtimin e xhamisë, siç transmetohet edhe në shumë hadithet e pejgamberit alayhis salam, se pejgamberi alayhis salam barte tulla bashkë me sahabët, me shokët e tij, e që prej fjalëve që janë transmetuar dhe janë ruajtur, sidomos ato që e transmeton Imam Buhariu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkarisht bante tulla me muhaxhirët dhe ansarët dhe thonte Allahumma innal ajra ajra al-akhirah farhamil ansara wal muhajira,
dhe thoshte: "O Allah, më të vërtet shpërblimi më i madh, shpërblimi i ahiretit, më shiroi ensarët dhe muhaxhirët." E për atyre që e pa pejgamberi alayhis salam që dallonte prej sahabëve tjerë ishte Ammar ibn Yasiri, i cili të gjithë e banin nga një tull apo nga një guri për ta vënë në themelet e xhamisë, ai bante 2 tulla, derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "O Ammar, pse nuk e ban 1 po 2?" Tha: "Nuk është që të fitoj shpërblim më shumë o i dërguari i Allahut." Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e tha këtu një fjalë e cila pastaj do të jetë argument i mëvonshëm që pejgamberi alayhis salam thotë: "Mirë ose gjuna për Ammarin, i cili do të vritet nga një grup i rebeluar." Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filluan ta ndërtojnë xhamin, e cila ishte një xhami shumë e thjeshtë, që ishte dikun 100 kut apo dikun afër 45 metra e gjatë dhe gjithashtu një ashtu e gjerë, e rrethuar me një mur prej gurëve të thjeshtë dhe me shtylla prej palmes, e mbuluar me deg të palmeve të hurmave. Edhe pse ishte një xhami e thjeshtë, mirëpo nga kjo xhami do të dalin burra, nga kjo xhami do të lulëzoj Islami, nga kjo xhami do të përgatiten ushtri, nga kjo xhami do të çlirohen vende dhe vende në gjithë botën islame. Andaj kjo duhet të jetë edhe prioriteti i xhamive që i kemi edhe ne sot, dhe jo të jetë vetëm vendfalje, për shkak se sot për fat keq shumë prej xhamive janë të zbukuruar në maksimum, e që kitë zbukurim, kitë luks nuk i kishte xhamia pejgamberit alayhis salam. Andaj thuhet se xhamia kur ka filluar më renovu krejt pas vdekjes së Ebu Bekrit, as në kohën e Ebu Bekrit nuk është renovu. Në kohën e Omerit është renovu diçka, në kohën e Uthmanit është zgjeru pak më shumë dhe i ka vendosur disa tulla si shtyllat e xhamisë prej gurëve, e kështu me radhë pastaj halifet me vën e kanë zgjeruar dhe e kanë zbukuruar. Mirë, po prej dallim prej xhamive tona, të cilat janë të zbukuruara, e të cilat janë lul me lul, e të cilat ndoshta kushtojnë me miliona dhe qindra mijë, mirë po nuk e kryen rolin e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fatkeqësisht. Jo veç asaj, mirë po dhe nuk mbushen me xhamat. Allahu na përmirësoft. E që xhamia ishte gjëja më e rëndësishme që pejgamberi alayhis salam i vuri themelet e saj kur mbriti në Medinë. Prioriteti i dytë menjëherë pas ndërtimit të xhamisë ishte bashkimi i safave, bashkimi i muslimanëve. Ajo është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazëroi muhaxhirët dhe ansarët. Ata të cilët kishin pasuri edhe të cilët ishin pak më të shquar, i vllazëroi me ata muhaxhirët të cilët ishin më të varfër. Dhe kjo ishte njëna prej sfidave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e realizoi për ta bashkuar xhamatin e muslimanëve, për ta thyer atë cilësinë e xhailetit se dikush është më i madh se tjetri, dikush është më prioritar se tjetri, se dikush është më i ngritur se tjetri. Me një aspekt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte ta thente ignorancën dhe racizmin mes njerëzve dhe i bashkoi muhaxhirët me ansarët. Dhe ansarët me të vërtetë u treguan burra të mëdhaj dhe dhanë çdo sen që kishin për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Dhe dhanë sikur të kishin më të vërtetë vëllezër prej gjaku për muhaxhirët, dhe i strehuan sa që kërkuan prej pejgamberit alayhis salam t'i ndanin edhe hurmat të cilat i kishin në Medinë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Le t'ju ndihmojnë muhaxhirët që ti punoni hurmat, kurse kur vjen koha që ti vjelni ato, i ndani për gjysmë frytet." Dhe kështu vepruan dhe ndëgjuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej asaj çka është regjistruar në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në hadithe të vërteta që tregon për bujarinë dhe fisnikrinë e madhe që kishin ansarët ndaj muhaxhirëve, është edhe rasti i Sa'd ibn Rabi'as radhiyallahu anhu, i cili ishte prej ansarëve, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e miqsoi dhe vllazëroi me Abdurrahman ibn Aufin, që kanë vërtetuar apo është ardhur në hadithe të vërteta se Sa'd ibn Rabi'a i ka thënë Abdurrahman ibn Aufit: "Kjo është pasuria ime, po e ndajmë për gjysmë, dhe unë i kam 2 gra. Zgjedhë cila prej tyre të pëlqen." Kurzoi atë
e pasi që të kaloj ideti i saj, martoje. Kush prej njerëzve e bën këta, përveç se muslimanëve? E sidomos gjeneratat e para. Kush prej njerëzve veç muslimanëve thet merr gjysmën e pasurisë tame që ma ka la baba? Jo veç asaj, merr njërin prej grave të mia cilën dush. Këta vetëm se e kanë bërë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Abdurrahman ibn Aufi nuk u tregua Allahskuts. Me një aspekt, me atë fjalë, pak ma thjesht me përdor. Asë nuk u tregua atash me thonë se ky ma dha gjysmën e pasurisë, elhamdulillah pshtova. Tha, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Allahu dhosh bereqet thot në pasurinë tënde dhe në familjen tënde. Tregom thot ku është tregu. Ku është tregu thot që të shkoj dhe të bëj tregti. Nga se Abdurrahman ibn Aufi ishte njohur prej tregtarëve të Mekkës dhe muhaxhirët ishin të njohur në tregti. Nuk dinin ndonjë zanat tjetër përveç tregtisë, se natyra e Mekës ishte e tillë. Kurse edhe njëna prej shkaqeve ndoshta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vllazëroi muhaxhirët dhe ensarët është që t'ju mësojnë muhaxhirëve edhe prej zanateve që kishin ensarët. Nga se muhaxhirët përveç të tregtisë nuk ishte të njohur që dinin ndonjë zanat tjetër. Andaj Abdurrahman ibn Aufi tha tregom se ku është tregu dhe shkoi dhe bëri tregti dhe u ktheu me fitim në mbrëmje. Domethënë Saad ibn Rabia nuk ishte prej dorë shtrënguesve, mirë po e japi gjysmën e pasurisë për Abdurrahman ibn Aufin. Mirë po as Abdurrahman ibn Aufi nuk ishte prej atyre cili dënte ta shfrytëzonte mundin dhe djersën e Saad ibn Rabias. Për ata kam dëgjuar një hoxhë përmend që thejke, çysh nuk ka sot dikush prej muslimanëve thot, po çysh s'po del dikush? Çysh s'po del dikush një Saad ibn Rabia i cili ma jep gjysmën e pasurisë? Thot na i themi për me qenë prej atyre burrave që japin gjysmën e pasurisë si Saad ibn Rabia, duhesh t'jesh edhe ti si Abdurrahman ibn Aufi, i cili thush Allahu të shpërbleft dhe Allahu të dhash bereqet, mirë po unë dua të fitoj pasurinë prej djersës time dhe prej dorës time. Thot as i pari as i dyti sot nuk janë. Për ata veç asaj prej besnikris, prej fisnikris edhe prej bujarisë që kishin ensarët, tregon edhe Buhari radhiyallahu anhu hadithin të cilin e ka nxjerr Imam Buhariu se ka ardhur një fukara tek pejgamberi alayhis salam musafir dhe ka kërkuar ushqim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht ka kërkuar prej grave të tij se mos kanë ndonjë ushqim në shtëpinë e tyre, që t'i ofrojnë këtij fukarajës, këtij udhëtari. Dhe gratë e pejgamberit alayhis salam ju kanë përgjigj se nuk kemi asgjë përveç se ujë. Llogarit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, burr shtetas, komandant, pejgamber, mësuesi i umetit, lideri suprem i sahabëve dhe i muslimanëve të parë, në shtëpinë e tij nuk ka pas vetëm se ujë në ato momente. Ku janë liderët e muslimanëve sot, të cilët i kanë të qëndisura pallatet e tyre? Po tham, në thojza liderët e muslimanëve, të cilët ju prinë muslimanëve. E pejgamberi alayhis salam jetonte kaq thjesht, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, kush prej juve ju drejtu sahabëve, po e merr kët musafir, po e merr kët mik, këta i cili ka mbetur në rrugë dhe ta ushqej me ushqim. Njëri prej ensarëve tha, unë o i dërguari i Allahut. Dhe e mori atë dhe e strahoi në shtëpi. Mirë po kur shkojnë në shtëpi e pyet gruan, a ka diçka për ushqimit? Gruaja përgjigj thot, vallahi nuk kam mbetur vetëm disa ushqim që e kam rujt për fëmijët që me hangën mbrëmje. Atëherë ky sahabi, ky ensari i thot gruas së vet, kur të vjen mbrëmja, mashtroj fëmijët, diqysh edhe vnej në xham. Që atë ushqim t'ia ofrojmë këtij musafiri, t'ia strehojmë. Dhe kur të bjen nata dhe ta shtron sofrën me hangër, thot këtë kandilin që e kem atë qirin, ato shka kanë pas për me bë dritë, çohu kishe po e rregullon, kishe po e ndreq. Thot dhe fike në mënyrë që të ndihet i lirë musafiri dhe mos ngushtohet nga ushqimi i pakt, ndoshta që ja qesim sofër. Sepse kemi hangër edhe na musafirin s'u lajm vet. Edhe kur çohet gruaja e këtij ensariut me rregulluat kandilin e fik dhe shtihen këta sikur se janë duke hangër ushqim, derisa të ngihet musafiri. Dhe këta të dy flajnë gjithë natën të uritur. E në mëngjesin e asaj dite, asaj nate, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu subhanahu wa taala është çuditur me veprimin e këtij personi, i cili ka vepruar kështu.
Allahu xhelle xhelalu nuk çeditet, me një rivajet ka thonë Allahu shqesh me veprimin e tyre. Allahu nuk qeshet dhe nuk çuditet vetëm për një punë shumë të madhe kur shet tek muslimanët dhe besimtarët. Andaj kjo ishte zemërgjërsia e ensarve krahas muhaxhirëve të cilët kishin ardhur në Medinë, sikurse e thot Allahu xhelle xhelal pastaj zbriti ajeti pas këtij rasti, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ata ju japin përparësi të tjerëve muhaxhirëve edhe nëse kanë nevojë për veten e tyre. Edhe nëse kanë nevojë, edhe janë në gjendje shumë të rëndë për veten e tyre, ata ju dhanë përparësi muhaxhirëve. Edhe kjo ishin prej prioriteteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bëri në Medinë, ajo ishte ndërtimi i xhamisë apo vurja themeleve të xhamisë dhe vllazërimi në mes muhaxhirëve dhe ansarëve. Me kaq edhe po mbarojmë këtë ders. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.